neuroradiologjia ndërhyrëse ka dy degë. Dega vaskulare dhe dega vertebrale. Dega vaskulare ka të bëjë me kurimin e një pjese të patologjive cerebrale, pra siç përmendëm më parë, probleme vaskulare që mund të jenë aneurizma, pra çarje të enëve të gjakut apo mbyllje të enëve të gjakut, që ka nevojë për tu hapur nëse janë mbyllur, apo për tu mbyllur nëse janë të çarë. Pjesa tjetër, pastaj, që ka të bëjë me ndërhyrjet spinale, pra vertebrale, është një botë akoma më e komplikuar sepse numri i patologjive është shumë i larmishëm. Përmenda që parë fraktura vertebrale dhe në raste të tilla ajo që mund të bëjmë për të shëruar pacientin është ose rindërtimi i vertebrës me injeksion cementoje kalciumi, ose vendosja brenda vertebrës të protezave të vogla që janë të vogla, por brenda mund të zgjerohen aq sa të japin stabilitet vertebrës. Në raste të tjera kur bëhet fjalë për tumore vertebrale, ajo që mund të bëjmë nëpërmjet sondave të vogla, ta djegim tumorin, kavitetin, zgavra që krijohet nga djegja e tumorit pastaj mbushet sërish me çemento për të dhënë stabilitet vertebrës. Kohët e fundit ka mundësi të tjera përveç djegjes, të themi me të nxehtë, është ngrirja e tumorit, edhe në atë rast mund të krijohet një kavitet që sërish mbushet me çemento ose me rryma të tjera elektrike, që kanë për qëllim në të gjitha rastet, të gjitha këto lloje teknikash të reja kanë për qëllim eliminimin e tumorit në lokal pa përdorur çarje. Pa çarë. Të tjera shembuj të patologjive, të smundjeve që mund të kurohen në këtë mënyrë janë hernie diskale. Dhe kur flasim për hernie diskale, po. Për hernie diskale janë jashtëzakonisht të shpeshta, në shumicën absolute të rasteve nuk janë sëmundje, por janë faktor rreziku për të dhënë një lloj dhimbje të caktuar. Në rast se hernia të jep një dhimbje të caktuar, nëpërmjet sondave të vogla ose lazer, ose nëpërmjet injeksionit brenda hernies të përzierjeve gazore që është oksigjen dhe ozoni, ose nëpërmjet injeksionit të medikamenteve të tjera, ose substancave të tjera që janë në gjendje të modifikojnë, të alterojnë, të reduktojnë hernien, mund të zgjidhet problemi gjithmonë pa çarje. Pa çarje, domethënë nuk ka nevojë për kirurgji, hernia zgjidhet në këtë mënyrë. Shpreha juaj është e bukur, por është e thjeshtë. E di, po unë shumë thjeshtë sa aq mundem. E vërtet. Jo, por unë admiroj prezencën tuaj televizive dhe mënyrën e komunikimit, por është e rëndësishme në këtë moment për ne të dy që mos japim mesazhe të gabuara, sepse bota është plot me të smur. Nuk do flas fare atëherë, vetëm do mesazh. Jo, ju lutem, unë kam nevojë që të flisim sepse kam nevojë për pyetjet e duhura. Por desha t'ju thoja këtë që duke pasur parasysh se personat që mund të na dëgjojnë kanë probleme, është e rëndësishme që mos krijohen shpresa të tepërta. Kjo në një komunikim televiziv është e pashmangshme, por le të jemi sa më të saktë jetë e mundur pa zbritur në teknicizëm. E kuptoj. Tjetër përveç hernies, ku është e mundur ndërhyrja e tillë? Një tjetër sektor që ka shumë, nga pikpamja e numrave të popullsisë, ka shumë përhapje, është themi dhimbja e shpinës apo dhimbja e qafës cervikale për arsye artroze. Herët apo vonë të gjithë ne, ose të paktën ata që do të kenë fatin të kalojnë një farë moshe, do të vuajnë nga artroza. Artroza është një situatë që teknikisht të themi nuk është asnjë smundje, por është çmimi që ne paguajmë për të arritur për tu plakur. Vetëm se çmimi që paguajmë për tu plakur ka edhe një çmim tjetër paralel që është dhimbja. Pra në raste të tilla pa qenë të smur nga një hernie, pa qenë të smur nga një tumor, pa pasur thyerje ose fraktura vertebrale, personat vuajnë nga dhimbja, sepse artroza është generator i dhimbjes. Dhe në situata të tilla mund të neuroradiologjia ndërhyrëse vertebrale ka në arsenalin e vet disa
armë që mund të shërbejnë për të lehtësuar dhimbjen apo edhe për ta zgjidhur përfundimisht. Për shembull, përveç injeksioneve të thjeshta që bëhen gjithmonë me një guid me aparaturë me RZX, mund të përdoren edhe sonda që kanë atë majën e ngrirë, përdoren temperaturë deri në -60 gradë për të ngrirë ato nervat e vogla që mbështjellin artikulacionet në mënyrë që dhimbja mos të transmetohen në drejt qendrës drejt trurit. Pra, personi nuk ndjen dhimbje. Një mekanizëm i ngjashëm përveç sondave me ngrirje që quhet krioablacion, pra krio me të ftohtë, është edhe ablacioni me temperatura të larta, që është e kundërta, mekanizëm i kundërt nga pikpamja termike, por gjithmonë ka si qëllim neutralizimin e terminacioneve nervore që mbështjellin këto artikulacione të dhimbshme. Nuk e dia u shpjegova. Shumë. Madje unë tani po rendis një listë të sëmundjesh që të pyes për të gjitha nga ato që dëgjoj shpesh se jam e rrethuar nga njerëz që ankohen që kanë probleme dhe kur ju dëgjoj ndjem e kënaqur që në fund të fundit shkenca ecën edhe flet edhe shqip. Kjo është e rëndësishme. Po, sigurisht. Sigurisht. Ju keni studiuar në Itali gjithë kohës, apo në Shqipëri një pjesë dhe pastaj vazhduat atje? Atëherë, jemi le të nisemi nga Bryni. Unë kam bërë shkollën e mesme në gjimnazin Smej Qemali dhe më falni, por është një zonë ku ka lëvizje për moment. Në 1994 dhe më vonë u regjistrova për 2 vjet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ishte viti 1996, nuk ishte periudha shumë e volitshme në atë periudhë kohë, dhe unë vendosa që të zhvendosesha në Bologna, ku rifillova nga e para studim. Pra, teknikisht të gjithë atë udhëtimin tim universitar unë e kam kryer në Tiranë, por në Bologna, por rrënja e mjekësisë është në Tiranë edhe unë të e kam jam krenar për të. Për rrënjët? Për rrënjët janë të rëndësishme. Dhe pastaj vazhduat në Bologna gjithë kohës. Specializimi ju? Rifillova nga viti i parë në Bologna, u diplomova në Bologna mbas 6 vitesh, u specializova gjithmonë në Bologna. Fillova punë si mjek në spitalin, një nga spitalet e Bolognës, Spitali Maggiore, që është një nga spitalet më të mëdha të urgjencës që ka Italia. Dhe pastaj u zhvendosa në ndrova regione dhe u zhvendosa në Veneto. Po, këtu pse erdhët? Apo këtu është një spital më i specializuar për këtë që ju bëni? Unë nuk e di se sa i intereson publikut tuaj pjesa ime private, por jo, themi që transferimi ishte për që private. Unë në Bologna, kur isha punoja në spitalin e Bolognës, i angazhuar edhe në pjesën akademike, njoha atë që është ime shoqe dhe shti, ishte studentja ime dhe vendosëm, ajo është nga Treviso, dhe vendosëm të rifillonim jetën aty ku ajo ka rrënjët e vetë. Po në rregull, thueni shqip ju që vajta heronjët e gruas. Bravo, exact. Pikërisht. Por në këtë spital ku ju jeni, në thënë ka një është vend i dur për specialitetin tuaj. Domethënë është po, jo, kjo është e vërtet. Ky është një spital i madh që ka një si thonë shqip catching area, bacino d'utenza. Një zonë. Një zonë shërbimi. Zonë shërbimi, sepse një spital shërben. Kështu që zona e shërbimit vetë është rreth 1 milion banor. Dhe numrat në mjekësi janë të rëndësishme, sepse nga numrat varet sasia ndërhyrjeve që bën, varet ekspertiza e një grupi, ekspertiza e një mjeku të vetëm,
dhe kjo bën që të krijohet edhe një nivel ndërhyrjes që në spitalet të tjera më të vogla ose më pak të specializuara për një fushë nuk është e mundur. E kuptoj. Prandaj ndoshta se vazhdoj unë, i kthem rastit parë, nuk e dorë. Prandaj e sollën atë në Treviso sepse ky është një spital pra më i specializuar për raste ku ju shërbeni, ku ju punoni. Për pjesën e neuroradiologjisë ndërhyrëse vertebrale, kjo mund të thohet, kjo është e vërtetë. Nuk ekziston një klasifikim spitalesh dhe nuk do të kishte qenë drejt të thuhet që ky është spitali më i mirë në Itali, sepse në Itali ka spitale të tjera mira, ka kolegë të tjerë shumë të zotët, por për këtë fushë specifike, të paktën në regionin e Venetos, bëhet fjalë për një region me rreth 5 milion banor, qendra që merret me ndërhyrjet mini-invazive të kolonës, kjo është qendra kryesore. Ju filluat në këtë spital apo kishin specializuar tashmë dhe po punonit për këtë lloj ndërhyrjesh, apo janë të reja, janë nga më të fundit, janë viteve të fundit këto? Po, janë relativisht të reja, sepse kur unë zhvendosa në këtë spital përpara gati 11 vjetësh, një pjesë ndërhyrjeve që bëjmë tani ishin akoma në fillimet e veta. Teknikisht mund të bëheshin gjëra të tjera, por ndërhyrjet që bëjmë në këtë moment, një pjesë ndërhyrjeve që bëjmë në këtë moment nuk ishin akoma të njohur. Ndërsa tani flasem, ju flisni për diçka që për shembull se unë nuk e kam ide, në Shqipëri njehen këto lloj ndërhyrje, po flas për spitalet tona apo është një teknikë që unë besoj se po. Besoj se po, unë më vjen keq, nuk jam gjendje që t'i përgjigjem kësaj pyetje si do të donit juve, sepse unë vi shumë rrallë në Shqipëri, kam pak kontakte kam miq në Shqipëri edhe në midis mjekëve. Një pjesë e këtyre ndërhyrjeve, një pjesë është e njohur, por nuk di se çfarë po ndodh në këtë moment në Shqipëri, prandaj preferoj mos përgjigjem sepse rrezikoj të bëj gabim. Okej, në rregull. Thjesht doja të di a kanë hyrë një ndërhyrje të tilla në Shqipëri, sepse nuk e kemi të qartë. Në Shqipëri flasim shumë së fundmi për problemet e shëndetit mendor, por nuk është se jemi të qartë ku ndryshon mendja, ku ndryshon dhimbja, ku ndryshon mosha, do me thënë ka një lloj paqartësie dhe më shumë ka është shumë është shpërndar, po tregohet në një mënyrë pak banale mjekësia dhe po ngatrohen pyetjet dhe përgjigjet. Gjithsesi unë kam gjithmonë interes të kuptoj, sepse jam e rrethuar nga njerëz që kanë pyetje dhe duan të marrin më të mirën. Ju vini rrallë në Shqipëri, thatë? Po, vi rrallë. Po, pse kjo zgjedhje apo tani është një tjetër atje dhe e ngjeshur, edhe jeta dhe puna? Po, kjo është e vërtetë. Është jetë e ngjeshur, është jeta spitalore, jeta punës, jeta private, pothuajse gjithë familja ime është në Itali, shumë pothuajse të gjithë miqtë e mi të dikurshëm dhe ato janë të shpërndarë nëpër Europë, është më thjesht për t'u takuar, nuk e di, diku në Paris, në Berlin, në Londër, në Madrid. Se sa në Tiranë. Për fat keq, por unë besoj se gjërat janë duke ndryshuar.